Ore sakt, 10:32 minuta dhe këndi për musafirin dhe të ftuarin ftuarin tonë, tanë. sigurisht. Ditëro, ka disa njerëz që nuk e masin jetën me kilometra, por e masin me lartësi, që nuk kërkojnë rehati, por kërkojnë kuptim, që nuk e shohin malin si sfidë për ta mposhtur, por si mësues për ta dëgjuar. Sot me ne në studio kemi një njeri që ecën mes njerëzve, por mendjen e ka gjithmonë pak më lart, aty ku fryma bëhet më e pastër dhe heshtja në mëson më shumë se fjalët. Së bashku me ne të ftuar sot në studio kemi zotri Fare Regjepi, kryetari i shoqatës bjeshkatare alpiniste Dardania nga Shkupi dhe njëkohësisht e kemi kryetar të Unionit të shoqatës bjeshkatare shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë që kënaqësi ju kemi në studio. Mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jonë. Ne, zoti Fari, për çdo ditë në emisionin tonë të mëngjesit trajtojmë tema të ndryshme në bazë të shqetësimeve të qytetarëve, por në bazë edhe në bazë të profilit të ftuarit. Temën e sotme e kemi sëmuremi në qytet, shërohemi në mal. Si e mendoni ju këtë? Sepse ka filluar të bëhet një trend. Jo e përjetoni sigurisht më mirë. Po, ne pa diskutim se e përjetojmë dhe shijojmë në thot natyrën. Këtë që e thoni ju është mëse e vërtet se mali shëron. Dhe jo rastësisht në thot, sidomos viteve, do të kisha thënë dekadën e fundit këtu në Republikën e Maqedonisë, edhe pse më herët në thot tek populata shqiptare nuk ka qenë në thot ky interesim ose bjeshkataria e zhvilluar, mirë por në 10 vjeçarin ose 12 vjeçarin e fundit besoni që ka marrë një hoftë të zhvillimit dhe pa diskutim se kjo do të kontribon, përveç se kontribon në zhvillimin e turizmit malor, ajo që është më me rëndësi, në thotë ndikon tek ruajtja e shëndetit. Dhe nuk është vetëm shëndeti, të themi fizik, kështu, por është edhe shëndeti mendor i cili ndikon shumë. Dhe më bëhet shumë qefi që tani kemi edhe një, të themi kështu, pak më shumë alarmim edhe tek gjeneratat më të reja, të cilët përfshihen pak më shumë viteve të fundit. Unë dua pak të ndalemi dhe të fillojmë me shoqatën Dardania, sepse e dim që shoqata Dardania është, të themi, një ndër shoqatat bjeshkatare alpiniste që bën organizime të shumta, mirë po edhe është shoqata që organizon edhe ekspozita, të themi kështu, javore. Do t'i flasim të gjitha këtë gjëra, mirë po, si ishte ky vit për shoqatën? Ka qenë një ngjitje e lehtë apo, të themi, ngjitje e vështirë? Ngjitje e vështirë ky vit. Shoqata bjeshkatare alpiniste Dardania është themeluar para pak më shumë se 4 viteve dhe për çdo vjet, do të thotë në fillim vitit, bëhet një kalendar i aktiviteteve, ose më mirë të themi një program, do thotë i veprimit të shoqatës brenda një viti kalendarik. Edhe këtë vit kishmi kalendarin pasi që jemi në fund vitit dhe do thotë veç sa se kemi përfunduar këtë vit. Duke pas parasysh se ne si shoqat bëjmë planifikim të aktiviteteve javore. Çka nën kupton ajo? Çdo të diel detyrimisht duhet të ketë një grup nga shoqata bjeshkatare alpiniste Dardania që të jenë në aktivitet, në thot malor. Paramendoni viti i ka diku 52 javë nëse s'gaboj. Ne deri në të dielën që lam pas kemi realizuar 62 aktivitete. Që do të thotë se i bjerë më shumë se sa çdo të diel. Arsye është se kemi pas raste në të vikende që kemi organizuar të gjatura dhe ekspedita minimum 2 ditore ose 3 ditore e kështu me radhë. Cili aktivitet ka qenë që mund ta potenconi nga ky vit, që edhe pak më do ta lëm pas, që ka pasur më shumë alpinist bjeshkatar? Për këtë ditë mund të dalloj një aktivitet ku ka pas një organizim, do të thotë në kuadër të Unionit të shoqatave bjeshkatare, ku kanë marrë pjesë shoqata të ndryshme nga vendi dhe rajoni. Kur themi nga vendi dhe rajoni, këto, do thotë me shumicë përfshihen shoqatat bjeshkatare nga Maqedonia, nga gjitha qytetet, kisha thënë, e Maqedonisë kushtrinë, veçanti shqiptar, nga Lugina e Preshevës, Kosova dhe Shqipëria. Dhe kështu quheni Unioni, e? Po, ajo është Union dhe ishte një aktivitet me rastin e shënimit të përvjetorit
të unionit të shoqatave bjeshkatare dhe përvjetore të gjitha shoqatave antare që përbëjnë unionin, kështu që për çdo vit shënohet me një aktivitet Të ajo përbashkët. do të kisha thënë po të përbashkët, përvjetore të shoqatave dhe të unionit. Në fshatin ky aktivitet zhvillu në fshatin Korit, Në Gostivar, në ti bie? rajoni Gostivarit, Ka një teren shumë të majën bukur. taul e në qitëm, një koqiri këti organizimi ishte shoqata alpiniste, një vishte nga Reka e Epërme, dhe këtu morën pjesë diku afrosisht 400 pjesëmarrës Wow, 400. nga rajonet që i përmend. Shumë. Pas keni pushtuar malin. Për fat të mirë tonin, në thot edhe dita që lloj e bukur, e mirë, me diell, ishte data dikun 16 ose 16 qershor, nga se kjo është data e themelimit të unionit, dhe vërtet ishte kënaqësi vetëm. Kjo maje, të themi, kjo ekspedit, sa është e vështirë? Në cilën Mendoj ky është teren nuk është shumë i vështirë. Ky shteg nuk shtegu, është i po. vështirë dhe bie në kategorinë e shtigjeve mesatarisht të lehtë. E po unë kam bërë një gabim, zotri Farid, që do doja ta ndaja edhe me ju. Unë kam bërë një ngjitje, unë e dua shumë malin, e respektoj mirë. malin, dhe gabimi im ka qenë që ngjitja ime e parë ka qenë në malin Korab, në ujvarën e malit Korab. Për herë të parë. Për herë të A parë. do një para përgatitje fizike për ta bërë korabin. Tashti unë e kisha përgatitje Ujvarën fizike. apo majën Korab, se dallojnë ujvaret e Tek Korabit. ujvara. Tek ujvara. Tek ujvara, po. Ishte ajo periudha ku ujvara, do më thonë, kishte ujë, sepse unë sa e di... Ka qenë sigurisht muaj maj. Po, në Ashtu pranverë. disi ka qenë, po, ka qenë shumë e bukur, e kam shijuar, Natyre e po bukur. trupi im me një piku dorëzua, kështu shumë, sepse ishte një maje e vështirë. Dhe që nga atëherë frika për të ngjitur edhe në ndonjë maje Zakonisht tjetër njerëzit dashurohen, po kjo të kundërt tani shikoj. Unë dashurova, as pak nuk e flas atë pjesën që nuk e kam që e kam shijuar shumë, me të vërtetë. Po, me siguri është Po ka koha. qenë e vështirë, shumë e vështirë. Është një shteg cilin për çdo vjet e frekuentojmë, Po. ne, dhe vërtet është një bukuri e paparë dhe pa përshkruar, E padiskutueshme. Mirë po, e vërteta tjetër është një shteg i rand, bie në kategorinë e shtigjeve të randa, dhe ne shpeshherë, thot, mund të bëjmë edhe ne gabime që jemi organizator, që i lejojmë diku që nuk ka kondicion për atë shteg dhe mund të ndodhe e keqja që mos vjen më asnjëherë ta përsëritet si në mal. Se mendon se gjitha shtigjet, gjitha Janë ecjet, të njëjta. gjitha aktivitetet në mal natyrë janë të njëjta. Jo, unë ato do të rikthehem, unë sigurisht, mirë po më duhet pak e disa vite të rikuperohem. Mirë po këtë shteg do ta bëj me dritrojnë, Në pranverë. duhet dritroj ta kalosh Ne atë shteg. fillimisht duhet të provojmë mirë malin vodno këtu ta ngjisim, marrim kondicion, ta bëjmë disa herë dhe pastaj mund të jemi të përgatitur. Se sigurisht që don për Po, ai shteg përgatitje. vërtet don pak Don pak ushtrime kondicion. paraprake, kondicion. Kondicionin e Unë do doja të kishim, dalim po. tek natyra, ku ishim tek mali Korit, dikur kam realizuar një emision atje me një blektor dhe gjëja e veçantë që më ka lënë sepse ishte vërtet e vargmali ishte si punë korita, ishte i ndërtuar dhe pikërisht për ato e kam marrë edhe emrin Korit, por një gjë që më ka lënë për shtypje me këtë blektorin më tha merre provoj këtë lloj bari. Një lloj bari që ishte jo i zakonshëm dhe kur e shijova shije mjalti. I ëmbël si mjalti. Do të thënë në natyrë se çfarë krijon. Me siguri që gjeni në për shumë shtegje, në shumë vende, Pa gjeni gjëra diskutim, që pa si kemi në diskutim, përditshmëri, po. por në përmale i kemi. Shumë lloje, do të thotë, të luleve, të kisha thënë çajave, kështu me radhë. Fruta, male, Ne i konsumojmë, i mbledhim ata në çanti, do thotë ja unë personalisht për çdo vit kalendarik nuk ndodh që mos dal minimum 2 ose 3 ditë, që këto janë jashtë aktiviteteve që i përmendëm, për të mbledh çaj mali. Është një çaj shumë i mirë, Shumë i do veçantë. thotë në malin Zheden ose malin e Etur, Që i bie në cilën pjesë i bie kjo? në rajonin e Radushës e deri në Zhelin dikun. Duhet të jetë mali i thakë, edhe nuk e apo jo? këtë lloj çaj e gjen edhe nga në bjeshkët e fshatit Patishkarek, e gjen në bjeshkët e Sharrit, diku mbi fshatrat
Novosello, në thotë fshati i ri. Edhe në shumë vende tjera, po megjithatë është çaj, do thotë është që Shumë i veçantë. Që rritet në përgur. nuk mund ta gjesh atë në treg. Rritet në përgur apo jo? Në përgur, po. Aty është veçantia e saj edhe fuqinë që e ka, sepse nëpërmjet gurit i merr gjithë mineralet. Është i vetmi dhe krijon lloj një aromë çaj, do thotë fantastike. mali që mund ta konsumojnë pavarësisht moshës, edhe fëmijët, edhe të rriturit, edhe më shumë kështu. Kam dëgjuar edhe për hudhrat të arrinjve. Po. Kam dëgjuar edhe i kam shijuar, të them të drejtën. Është një lloj hudhre e cila nuk është e rëndom si kjo hudhra jo, po janë disa gjethe Si spenaq, si puna e spinaqit, mund ta e përafërt dhe ka një aromë aq më shumë të theksuar se sa hudhra origjinale që e kemi dhe është ushqimi më i veçantë i arrinjve. A hasni shpesh në ne i dim vendet saktë ku i gjejmë ato dhe në periudhën kur ato dalin, do thotë ne nuk kalonin në atë kuadër të planit i planifikojmë në atë periudhë, shkojmë edhe bëjmë një ecje atje dhe shfrytëzojmë rastin për të mbledhur. Dhe kam dëgjuar për mirësinë e bjeshkatarëve gjithmonë, asnjëherë nuk mundohen që bimët që jep në natyrë ti tërheqin prej rrënjeve, por thjesht i presin nga lart që të vazhdojnë për vitin tjetër. Kjo është një mënyrë shumë e mirë që i kushtoni natyrës. Pikërisht kur flasim për këtë, është edhe respekti ndaj malit. Është një gjë që shumë njerëz që ndoshta nuk e kanë shijuar alpinizmin, nuk e kuptojnë. Domethënë ndonjëherë në natyrë të jep edhe shenja të themi, të cilat të ndalojnë domethënë ecjen, ngjitjen. Si ndodh kjo? Ka ndodhur në fakt këtë vit ta potencojmë pak më thellësisht. Sa ka qenë në natyre pranueshme? Për shtegjet që i keni frekuentuar më shpesh? Çdo herë natyra ose malet bjeshkat janë të hapura për pranuar, do thotë vizitor, me përjashtim në sezonin dimror, atje ku janë kushtet e dimrit, jo gjithkush mund të jetë mysafir i natyrës, nga se kërkohen, do thotë pajisje, veshmbathje veçantë dhe ajo kuptohet kërkon edhe kondicion të jashtëzakonshëm, edhe pajisje të veçanta, kështu që është pak më rënd pranon atje në ato, po tash për momentin kjo ndodh vetëm në lartësitë mbydetare mbi 2000 metra, deri në 2000 metra lartësi është gati se çdo kund natyra pa borë dhe e pranueshme për vizitor. Zakonisht, e Ka keni shumë sfida, antar? shumë interesant, po shikojmë edhe pamje interesante. Pamjet janë aty. fantastike, pamjet janë... Dhe ne pak para se të fillon emisioni, biseduam edhe për antarët të cilët janë në shoqat, dhe më duket që është një numër goxha i madh i antarëve. Rreth 70 në mos gabojmë. Të rregullt. Po, mbi Të rregullt që janë, 70 që paguajnë antarësi, të themi. Këtë vit kalendarik i kemi 76, saktësisht 76 antarë që janë antarë të rregullt dhe me antarësi që paguajnë, me libreza e kështu me radhë. Mirë po, këti numri çdo herë ndodh që ti na bashkangjiten dashamirë të natyrës që nuk janë bjeshkatarë të rregullt, që nuk janë antarë në një shoqate bjeshkatare e kështu me radhë. Kështu që është një numër realisht, do të kisha thënë i madh, jo çdo shoqat mund ta posedon këtë numër. Dhe kur ke një numër të madh, nuk e ke problem se të organizosh aktivitete javore. Çdo të diel aktivitet, detyrimisht se duhet kesh njerëz që do t'i përgjigjen atyre organizimeve. Dhe kur ke një numër kaq të madh, nuk e ke problem që të menaxhosh. Është problem nëse ne eventualisht mund të ndodhe që neve s'na ka ndodhur asnjë të diel, mos të kemi organizim. Nëse një diel s'ka organizim, do të kenë ankesa antarë të thënë pse. Zotëfari që ndodhi, thotë, ku do shkojmë pse ja. Sot jeni free, thoj, bëni çfarë doni. Më thuaj për sfida që i hasin në për pyetje. Sigurisht që ka, sepse natyra është habitati i kafshëve të egra. Dhe ne shkojmë atje, ne bëhemi mysafir të kafshëve të egra. Nëse ballafaqoheni me një kafshë. Dhe me siguri që ju ka ndodhur kjo. Na ka ndodhur, mund të them me plot kuptimin e fjalës, gjitha llojet e kafshëve të egra ti kemi takuar. Ajo nuk ndodh në çdo aktivitet, nuk ndodh në çdo javë, nuk ndodh shpesh, nga se kafshët e egra, meqense ne kur shkojmë gjithmonë shkojmë si grup, edhe gjithmonë janë grupet jo të vogla. Grupi më i vogël mund të jetë 10-15 e më shumë.
edhe përmen edhe deri në 300 edhe 400 disa qindra njerëz. Ato gjithmonë din të largohen kur ndajojnë zhurmën e njerëzve. Zhurma e madhe. Ndonjëherë kur është grupi më i vogël ose tash në kushte dimrit ku në thot është mbuluar mali me borë, në thot më pak ndëgjohet zhurma, kështu që kemi pas rast të shohim me gjitha llojet e kafshëve, asnjëherë nuk kemi pas rast që të jemi të sulmuar. Kjo është Kundrazi ato sa jemi ne të kujdesshëm nga frika se mos po ndodh diçka jo e mirë, besoni që kur kemi pas rast të shohim ka ndodhe kundërta. Edhe ata kujdesen që mos ballafaqohen me njerëz. Kjo është shumë interesant. Kemi pas një rast ku kemi pa diarin, si vrapojnë me një pjesë të malit, kështu nga laksia i shishmi nga një distancë, ndoshta 200 metre, mirë po para nesh në atë shteg ishin një grup cili nuk i njihnin ne, ishin para nesh, edhe ne duke menduar se mund të ndodhë tash pikrisht në drejtim ka shkojshin ato, në thot ishin edhe njerëz që mundshin të ballafaqohen me njerëzit atje, tako. Në momentin kur i kanë pa grupin, më kujtohet si sot, një grup prej 5 antarëve ishin, kur i kanë pa se mund të takohen në shteg, janë nalë në vend, kanë prit 1 minutë që ata të largohen dhe këto, në thot, prapa shpinës tyre ta vazhdojnë atë. Janë momente të frikshme, sepse nuk di se si ballafaqohesh me kafshët egre, edhe pse është habitati i tyre, siç e përmendëm, por gjithmonë janë kafshët më të kujdesshme se njerëzit. Po, rreziku mund të jetë nga kafshët e egra, vetëm nëse nuk respektohen rregullat e bjeshkatarisë, nëse nuk mban shtegun, si shteg që është përtesë, në thotë njerëz, nëse futesh në terrenin e tyre, në thotë jashtë shtegut, detyrimisht se mund. Do doja të flasim ku jemi tek rreziku i alpinizmit, të them, ose hikingu, si quhet këta, ose ngjitjeve malore. Sezoni pranveror, veror, sigurisht që i ka edhe vështirësitë më të tyre. Kemi zvaranik të shumë, për shembull. Si veproni në këto momente, nëse themi zvaranikët e kemi gjarpërin të shumë që mund të hasim, të cilët edhe janë të rrezikshëm në zonat tona. A keni këtë lidhjen SOS, keni marrëveshje me ndihmën e shpejtë, me helikopter, në rast të urgjencë të themi? Për çdo rast i kemi numrat që ku duhet të telefonojmë dhe të reagojmë dhe të intervenojmë. Mirë po, ne nuk e lëm që të ndodhe diçka dhe t'i mandejt të marrësh masa. Pajisjet e njerëzve cilët bëjnë lëvizje nëpër mal, një ndër kushtet janë që të kenë këpus të thellët, që thonë. Pikrisht për shkak që rastin që ju e përmendi. Këmbët e mbuluara. Këmbët e mbuluara, nëse i ke edhe po të ndodh që në afërsinë e kemi pas raste të shohim edhe gjarpëri në afërsi, edhe atë gjarpëri në thot kategorive që janë shumë helmuese kështu me radhë. Mirë po, nëse këpus i ke në thot tamam që shikon në thot bjeshkataria, as pak mos ke frikë se mund të jesh edhe i rrezikuar në këtë rast ose. Është sport interesant, sport i cili të ndihmon mendërisht, mundohesh të reflektojsh më shumë, është momenti kur po bën monologun me në natyrë, qasjen e parë që e ke me natyrën, sfidën me vetveten derisa të arrish cakun, dhe kjo sikur e çon në disa diapazone të tjera mendërisht njeriu. Gjithmonë bjeshkatarët jeni gjithmonë kështu të qetë. Të qetë. E sjellni një paqe. Sa që kam dëgjuar bjeshkatarë, që kam diskutuar, jeni shumë të qetë. Shumë të keni atë qetësi shpirtërore shumë. U afalen natyra apo jetesa në qytet të themi. Kështu ju them gjithë dhe kur kemi raste të bisedojmë edhe me kolegë edhe me shoqëri edhe kështu me radhë. Njerëzit cilët bëjnë aktivitete malore të shpeshta, them se e ndjejnë veten për një 10 vite, në thot më të ri, më në atë aspektin i qetë diskutohet se natyra nuk i don njerëzit që nuk janë të të zhurmshëm. Po, zhurmshëm. Kështu që do të kisha thënë dobit nga ecja nëpër male, në natyrë, në përgjithësi kudo që të bësh lëvizje, besoni që janë aq të dobishme sa që vështirë kemi ne, jo me një emision, jo me fjalë, po
duhet shkruash libra, ndoshta libra që mund të përshkruan, dobit janë të jashtëzakonshme. Para se të kalojmë edhe tek Unioni, ku jeni edhe kryetar për disa vite tashmë më radh, unë doa pak të di për antarët, ka ndodhur që ndonjë antar ka filluar për herë të parë me shoqatën tuaj Dardania, është dashuruar në këtë do ta quaja hobi, mirë po ndoshta mund të bëhet edhe profesion, sport po, pastaj mund të shndrohet edhe në profesion, që ka arritur edhe dëshirën për të ngjitur edhe majat më të larta të botës. E kemi Everestin, kemi K2-shin, kemi në Nepal, kemi majat e shumta të cilat janë më të vështira në botë. Ka pasur ndonjë antar nga shoqata që ka arritur ndoshta jo në majat më të larta, por kështu, sa i takon antarëve që qoftë ata që kanë fillu prej themelimit të kësaj shoqate, qoftë tjerë që në bashkangjiten në vazhdimësi, antarin më të ri mund ta kemi para dijave që është antarësuar te ne. Dhe kështu që non stop ose vazhdimisht antarësohen, kuptohet edhe ka tjerë që për arsye të ndryshme mund edhe mos jenë aktiv. Mirë po, sa i takon këtë që ju potencuat, ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur me rezultatet që i kemi arrit për këtë periudhë 4 vjeçare, sepse vetëm si vjet, do të kisha thënë, kemi ngjitur të gjitha majat më të larta këto në nivel shtetit, diskutohet me Korab, me Maje Titos, me Luboteni, Kobilice, Lubeten, nuk mund vërtet të numëroj 60 aktivitete janë këtu. Mirë po përveç kësaj kemi ngjitur edhe kemi pas një ekspedit 3 ditore në Maltëzi, ku kemi ngjitur majën Hajla, një majë që është ka emër në bjeshkatari dhe s'ka, dhe shta thënë bjeshkatar që nuk e viziton atë majë. Gjendet në Rëzhajt, në rajon e Rëzhajt, kufi me Kosovë. Kemi ngjitur një majë Bobotov Kuk në Durmitor, në krejtësisht në pjesën tjetër të Malit Zidit, kisha thënë fund atje, në rajonin e Zhablakut, ku janë disa bjesh që janë të veçanta, të kisha thënë, dhe janë të njohura dhe me karakter botëror. Pastaj kemi ngjitur majën e Olimpit në Greqi, po pam disa dhe foto. Kemi patur para ca viteve pati një aksident duke tek maja e Olimpit. Unë kom qenë personalisht. Ke qenë në atë rastin? Në atë rast i ndjeri tashmë me Fail. Me Faili, po e di. Guri, kemi qenë bashkë në atë aktivitet dhe pak edhe më tepër për shkak të përnder të ati, ne mundohemi çdo vit të shkojmë ta vizitojmë atë maje dhe ta vizitojmë vendin ku ndroi jetë shoku i para 6 viteve. Po, më kujtohet rasti që ndodhe, domethënë po, pikërisht domethënë 5-6 viteve. Ngushëllime familjarëve, janë gjëra që ndodhin. Edhe pse është një maj shumë e vështirë, është një maj i thatë, ai nuk pat dhe shkon me disa dita jetës atij, nuk pat si pasojë shtegun ose vendin, po ai më thot kishte një atak në zemër. Ka qenë shkruar ai momenti. Do shta për bishkatarët, ne themi, unë personalisht do dëshiroja që të ndroja jetë në punë, duke bërë atë që dua më shumë, do shta dhe... Ne bishkatarë shumë njësa atje. Po ju dëshiroj shumë dhe të plot. Ta pyes një gjë. Dikur filloi si pasion, tani është kthyer në sfida. Me që po viziton shumë male, të është kthyer në pasion për të sfiduar gjitha majet? Po, me të tërimisht se po. Ashtu lloj... Nuk, unë personalisht në thot, mrenda vitit, thamë 62 aktivitete deri këtë djelë, mund mos kem qenë 2 ose 3 aktivitete, që ose 2 muaj. Që ndodh, normalisht kemi obligime. 59 aktivitete ke qenë prezent. Po, 100%. Po shumë interesante kjo. Unë do doja shumë që ta zgjerojmë edhe më shumë temën, mirë po zotëri jemi në 4 minutat e fundit, dua të flasim pak për shoqatën dhe për unionin në fakt. Më tregoni si u themelua, tani jeni edhe kryetar i këtij unioni, obligimet që i keni, detyrat që i kryeni, dhe gjithçka që për të gjithë ata që duan të bëhen, ndoshta edhe pjesë antarësimet. Antar, pikërisht edhe këtu do doja ta pyes. Unioni i shoqatave bjeshkatare shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë Veriut u themelua si një nevojë, do të kisha thënë, e domosdoshme e shoqatave bjeshkatare shqiptare. Para 4 viteve
u mor iniciativa për të themelu këtë union. Arsye ishte, në thot, mos përfillja e shoqatave bjeshkatare shqiptare në kuadër të Federatës së Sporteve Malore të Maqedonisë dhe ishmi të detyruar që ta themelojmë këtë union dhe tashmë gati 3 vite do të funksionojmë si union dhe nuk mund të themi se nuk kemi arrit atë që ka qenë synimi joni, do të bëjmë diçka më tepër për bjeshkatarin këtu në Maqedoni. Dhe vetëm këtë vit do të theksoj se janë organizuar disa aktivitete ku çdo aktivitet që organizon Unioni i Shoqatave Bjeshkatare, shifra është prej 300 deri në 500 pjesëmarrës. Numër shumë i madh, por shikojmë edhe pamje. Domethënë ka nga shoqata të ndryshme që jeni nën ombrellën e Unionit. Po, janë mbi 10 shoqata, do të thotë anëtarë të Unionit, dhe kur bëjmë organizime, ja patët para kësaj një insert atje. Kjo është festa e nëntorit, ha? Po, këtë vit kemi organizuar, në kuadër të Unionit, marshin e pavarësisë, në thotë për nder të 17 vjetorit, 17 shkurtit ditës të themelimit, po, pavarësisë Kosovës. Kemi organizuar që përmenda pak më lart, do thotë për vjetorin e Unionit dhe shoqatave anëtare të Unionit. Por kemi organizuar një marsh të paqes e titulluam për Blaca 99. Po, kam dëgjuar. Është një aktivitet i vetëm i pari që është organizuar këtë Shumë interesant që e keni titulluar konkretisht për eksodin e Bllacës që përjetuan shqiptarët e Kosovës. Përkujtohem, do thotë eksodin ku dihet se në Bllacë diku te mbi 400.000, do thotë njerëz nga Kosova. Ishin disa ditë, do thotë të ngujuam atje kështu me radhë. Zoti Fari, jemi minutën e fundit. Unë do doja. Cila është sfida e radhës e jotja, minutën e fundit? Dhe një këshill për të gjithë ata që ndoshta po mendohen që të ngjiten. Ajo që do të kisha thënë në fund, do të kisha apelu, do thotë të gjitha grup moshat, por në veçanti të rinjt dhe të reja, që të antarësohen sa më shpejt që të jetë e mundur, kudo që ata gjenden, kudo në cilën do shoqat, pavarësisht edhe a është shoqata anëtare Unionit as është, do thotë të fillojnë të takojnë edhe posa të fillojnë me këtë sport, besoj që do ta shohim vetë se do të pas ka qenë vonë se më herët nuk fillova. Sigurisht. Zoti Fari, faleminderit shumë për përkushtimin, për ditën, për gjitha informacionet, ju dëshirojmë shumë suksese edhe uroj të ngjitni gjitha majat cilët i keni. Faleminderit për ftesën dhe do të kisha dashur që me ekipin tuaj të bëjmë një ecje të përbashkët dhe të bëhet një reportazh. Besoj që do bëjmë një reportazh, do të zgjedhmi një shtek i cili do të jetë patjetër. Jo. Atë ditë nuk do të jetë ecje relaksuese. Kodrina, po do i shesim si maje. Faleminderit shumë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit. Faleminderit që qëndruat me ne. Besoj dhe uroj që të shihemi nesër në njëjtën kohë, në njëjtën vend. Deri atëherë, faleminderit shumë Dritro, faleminderit edhe ju dhe mirupafshim.